Shenjat e mësishit janë këto. Nëse ki dëgjoni për këtinve, nuk do me thonë si pa qëtër mësish. Mi për shumicën e rast e këja mësish. Dhimbja e kokës. Thot se di, sa migrenë më ka kapë. Sa punë me nëllë. Tamam? Do thonë që vazhdimisht, për janë algin, përdor barnë, me gjithë ata koka nuk nëllë. Gjenja shumë e ftoft e duarve dhe këmbëve. Dikush me prek me përshëndet, akëll i ka durt. Thot kur që të kam, kur nuk më nxehe. A shenjë mësysht. Zverdhja dhe zbehja e fytyrës. Shef njonin, në fytyrë, i zbeht. E qona jepën analizët, heknin mirë. Pikja petë që ashtu. Kja është shenjë mësyshit. Prej shenjëve të mësyshit është për gjumësia dhe dëshira për të fletur. Sa të qohët, 15 catë me flet, edhe një 12 qëri pa. Sinë një qëri. Kja është shenjë mësyshit. Ngërshja dhe dhimbja e barkut. Ngërshët e barkut, veçan ti, fëmijët por sa lindur, shpesher në bormi për barna, përsa se ngërçet e barkut janë shenjë e mësyshit. Gjithashtu prej shenja të mësyshit është barkëqitja e vazhdush. Përdor lineks, kot. Përdor banane, kot. Ka shenjë e mësyshit. Intensiteti gjersitjes dhe urinimit. Thot se di pika në vend këtë gjerë. Qullë bon. Ndroni majit, prapë. Shpesh del, ka nevoj për derdhjen e ujt. Thot a një sheqer më kara. Mësysh. Pre shenjët e mësyshit, thot e rritje e temperaturës e trupit. Përdor paracetamol, si zbret. Ose i zbret vetëm një qast, ngritet pak. Dhe ka raste, që unë nuk fëri, mirë po ka raste të veçanta, dhe njerë, ka prunë fëmijën prej spitalit me temperaturë 40 ditë. Një javë si ka zbrit, me gjithë medikamentet. Po ka deshtë Allahu Azza wa Jell me atë që do të cekmi, që pejgamberi Allahut ne ka preferu, ne mi fri, i ka zbrit temperatura me njerë. Pra ngritje e temperaturës së trupit, se dim pika, nuk ka ftofje, nuk ka problem me fytyn, analizat mirë i ka, me gjithë ata, kjo temperaturë a shenjë e mësyshit, apo e kundërta, ftofja e modhe e trupit. Këto janë shenjë të mësyshit. Rajet e shpeshta të zemrës. Pra të zemra, punon 120. E është me 60 të 10-ës, ku ta këshe ki 120, shkon të përpjet, 140. 160 infrakt edhe kryet kjo punë. Pra vledhët të ndërshëm, rakjet e shpeshta të zemrës janë shenjë e mësyshit. Ndenja e dhimbjes së boshtit korrizor në fund të midisit. Ta që tu t'i shka, së më shlën korë. Pësish. Dhimbjet e gjunjëve. Do të njohni t'i shka me gujt, hiq mirë si jo. Ban analizën këtë mirë. Hamo ki hiq mirë si. A shenjë e mësyshit. Dëshira për të qarë edhe parësie. Pse po qarë dhe të se di, po më qarë. Këndot e fëmijët, elhamdulillah që ndot. Pra kur të vitë dhe një fëmijë mi fri, aja njës me qaj të për vetë, shuj, merë që këta merë ata. Lene qaj se fëmijët mos me qaj për sasi për mësishër. Po mësish i del në përmes lotëve. Mësish i del në përmes gjerësëve. Mësish i del në përmes kolitjes. Mësish i del në përmes vjelljes. Mësish i del me barkëqiq. Kallë disa lojë, të cilën neve koha nuk na premton, po me gjitha ta do të përpjek mu që ti numrojmë së paku simptomat që të dim se çfarë ne posedojmë. Pra ngushtimi i gjoksit dhe dhimbja e gjoksit, të ta thu para infraktit, kanë thonë se e keni pa para infraktit vërtet. Para infraktit, pra shtrëngohet gjoksi. Për çka se mësishin e rojnë gjinët.
shejtanët. Dhe ato që ndrojnë gjoks te kanali i zemrës. Me qishin shejtanët. Për ata shumë kollaj është me ditë një terapi. A mos sa pagu. Po ta kallzoj ju e pishe kallzoj ju. Që të shenje? Mos i kallzoni kërkujt. Pa disa është pagesë, sa kushton? Mi qu salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Që Allahu të qojë dhe tërë. Elhamin e di me kënu. A di elhamin me kënu. Elhamin e dini. Para ta thonë nëse ke shtrëngim në gjoks, e kënon elhamin dhe e frin gjoksin. Deri të lirush. Që ka që? Krijet. Ska nevoj për rukegji, as hoqë. Për e ta thash në muidnohë në rukegjit, ka muidnu. A mu hajnë inshallah. Unë për ata thash vishë gjemotit. Edhe këto në kamerë, mos kamerës. Pra që është gjeqerve kërkuj si kalëzoj. Në gjenje e depresionit dhe nuk i flitet me kërkan. Kimi të folë, më në thotë një shka? To që gjithë kështë në gjithë. Për pare se në nalshmi si se në qoj me folë. Mësimshi, qonë mu vetë mu. Kejtë do kënteje për kallaballëk. Bile ato që kanë mësish, ato se kanë mera kallaballëk. Se jenë umet në vetë. Kanë dëshirë vëqë sa monëshme. Për ata ku donë, si sta njoni, tash ku i ka thonë një vëllau joni, i ka thonë ku i më rëtim se s'ke orë me përbën ta në gjami. O, thë di vetë, se më përbëjmë kallaballëk në gjami. Pra këti i doke se kallaballëk në gjami ki banë. Tamam? Anë rrugë zbanë kallaballëk. Pra këti nuk i flitet. Dhe edhe pse nuk është e zakonshme që aj me, do të thonë, me jetun këtë formë. Kanë vështrimi negativ në jetës. Nuk do në me jetu bile, aj e andron që të vdesë. Pra mësin që qonë litarë, vetvrasje që ndodhin. Ka rastet të shumë ta, ka deshtë Allahu në ka po se beb që pi litarit i këna shpëtu. Tamam? Jo unë që ka shpëtu, u e kam të regu që është u dhe shpëtimit. Se a i ka pos depresion, mësish, përmi mësish, dhe ata kur të gjenjë një ditë vishnitarë. Pse nuk e din kërkush? Pra vujtjet psikologjike, iluzionet, çmendoria, ki pa do këpëton do thonë që fillojnë me dale për shtëpis. Pra iluzionet ndryshme. Pra paramendon diçka që nuk ka realitet, është gjithashtu prej mësish. Zemërimi i vazhdush. Si ti në shpi, këtë prapi dokë. Bërtet me këtë. I bërtet fëmijë, i bërtet gruës. Krejtja kanë zënë rrugë. Ki ka për Allah mësish. Nuk e ka me juve. Po ki ka një problem që do në gjoks, që ata duhet me liru. E të të shifë se këri të shishë në shonë. Haresa në gjenë ndaj studime, ose në veçantin ndaj mësimit përmend të Kur'anit. Harron, se e mëson? Harron. Po haresa gjithashtu, jo vetëm se mësimeve dhe Kur'anit, po a ki punu rodën e shkon në kuzhinë se di pse erdha. Hiqbe thotë pse erdha. Del në qitet që ka më tharë mëra me ble. Ki ka dollë për që da më ka arru. Ka shenjë mësish. Ndërsa një simptom, thuj se këtë shqiptarë që këta në kërna, o rejtja për me shku në shkollë. Këtë dhe në ka morë mësirës të në janë, që këtë nuk e dojmë shkollë. Na e kena bile qevë, na kena qevë dhe e qevë me fletë, amo na kanë bo mësirës. Apo e kena gjithë delikime në gërdit për shkollës, që mos zotë Allah zë në qëjnë shkollë. Pra kjo është shenjë mësishë. Unë e po flasë për ato që gjithë kënë shkollovone, e dojnë shkollën, pastaj i ki pa fëmin, në veçantiku t'i shkojnë në shkollë në fillim, kejtë shkëllqishëm, edhe thotë sa punë me që në shkollë. Si ta qoj, si që njëse me kajtë, pa e morë në shpi, thotë s'ka që. Pësy është frinë, kejtë. E si mi frinë dhe t'i rëgoj. Urejtja dhe neviritja ndaj vendit ku jeton. Thotë eshtrat kocit mos mi këthejt Allah në këtë vend. Ose, në kafen disponim, ku të vejnë në shpi, e neveritet me vendin ku jeton. Gjitho se një do këtë prapë. Për shkak mësyshit. Po ka dhe disa qenë, do dhe disa rëthona qërët.
pa gjumësia, s'mun ki kur qish me fle. Thot si të binë kere vek, 20 orë mos me pas fle, 3 sahat rotlona, sa pun me më zënë gjumë. Kej qiptar në gjumë, karatin, ki sa pun me zënë gjumë. Kurse ki, përbara, la pa erazi ke gjumë. Kja mësysh. Pra, ka mundësi simptome të nkundër. Andrat e shumë të të lojlojshë. Në me të ka përnë andrë, sikur më kanë qitë për një ndërtesë më, kur ka mëra ka poshtë, po! Apo të shkukit e përpjetë, sikur se raketë. Apo e shef sin shumë, sin, do më thonë që i paraqitëm, a shenjë mësysh. Shfaqja e mavijosëve, shenjeve do më thonë blu, në për trup. Të që i bo me krajtë, të ku mëra, të spedish në hiqë. Ma veke ta, ma vim balë, ma vim gjoks, ma vim kam, pika janë paraqit nuk i diko. Shenjë mësysh. Për trupi nëse nuk i përgjigjet mjekimit, japin bërë në matëron, edhe që be që këta ki e moratu, kur shkojnë ki mas një zadve, apel, sa pun, s'po më dhe gjumi, japin një dozë një hapë, thot pija mo, gjisa ma mirë, ke pi gjisa, mas një zadit edhe gjisa, pas të i qotë edhe njaj marë, kur shkojnë e jetë trenon edhe mjekun, 3 thot i kam pi sa pun, dhe thonë që nuk i përgjigjet të trupi mjekimeve të cilët i ipen për atë çështje. Tash dashuria për vetmi, izolim dhe neveritja ndaj shtëpisë, ndaj shoqërisë, ndaj studimit, a shenjë mësish. Dhimbja e madhe apo e vazhdueshme e kafkës për mas, apo e shpatulla. Dhe që adi kur jemi të shpatullat, mendoj se supet, që të ku të dhemin supet, a shenjë mësyshit. Si tjetë ma poshtë të shpatulla, a shenjë zilis. Po këto janë motër e vëllau. Do thonë njona për qetër në ofë. Vesh për çështjen e trajnimit, do thonë që me ditën se pika vim. Përdorimi dhunës, me të qertë, dhe mos besimi as kujt. Kur kuj nuk i besoj? Sa do qofti afër, fillon me dishu. Kush ma ka prejtë goletën? Telefonim do kësë të kënë qëtërenon, ma një këti qëtërenon, kush me ka prejkë qelësët, do thonë që ki gjithë një me dhunë, me piskaqe dhe të mshume, o thot, quj se erdhë ki, se ki vich selë, anë ishtë në Ramazan, që ka zonë Ramazan, cigari e ka zonë, jeshtë Ramazan, ose mësish. Mos interesimi fare për pa me një jashme, ki nuk i intereson që farë këmish, ka vesh. Më drejtu, më vesh, ti në kërë. Flok, thuj, një muj kisi ka krej. E ki po? Bile do, edhe berberi i des. Harrojnë me shku në berber. Kur të shifë që këta, Allah kam i ka flok. Kur të shifë këta, Allah kam jekë. Kur të shifë këta, Allah kam zhavlak në veshë. Aj nuk është i tilë. Po kja është e ka kaplu mësishi dhe nuk i intereson kjo pjesë fare. Kja është shenjë mësishi. Ndjenje gulfatjes, i do të frima. Vdiqa. Kja është shenjë mësishit. Mos përqëndrimi në një gjendje. Her i ven ftoft, her në zërë. Her në salon, her në sovë. Her jashtë, her mrejnë. Kur konë si bëhet mirë, na që ke i themi, kja është shenjë mësishi. Dhe gjendja e këta pak edhe shqiptarë, gjendja e dembellëkut dhe përtacisë. Kena qebe agallar kena lind, agallar dhe me dek, apo? Dembell deri në pikën e fundit. Shko ma la drejtoj ata, thot po që, ku të dalë, shti edhe ata në funas njone. Pra dembellëk deri në pikën e fundit. Përtaci i vjen mërzi ati, me pos mundësi, që i dur të mu hek, ja kishtë edhe në grezat me shku me halaj ko dur. Që i drejt kitë sofër, bile me pas mujt, mi dhonë dikush dhe me ogër, edhe që atak. Pa e kini po përparë që e konë legeni, në agallar, kër e konë me një zaman beglar, kër ishme me Turqi, ishme beglar, apo? Që edhe legeni në i prishin për mi lot dur. Ta është pak, vëllah, në kanë ranu, du mi pak muqunja di 3 metre me jetë. Qështja
dembellëku a shenjë e mësyshit, pra nëse nuk e ka të zakonshëm. A nëse njëri që ashtu ka lind, a i se ka vëlla për mësyshit. A i ka duhet me edhon një formalitet, e kupton? A i do më thonë drejtohet pak. Ndërsa ato dembellat, ta i dhejmë dembellat e Stambollit, edhe pse Stambolli nuk ka dembella, po na kena qef mi kritiku të qertë se jemi qashtun sa s'ta kanë thonë pithojmë na. Pra kjo është shenjë e mësish. Ndjenja e trullosjes. Pa mu ju mirë men, mu ju selë, këtë dënjojë. Dishka këtë po më selën, këtë tim po më shko në kolla. Ose e një në vetë nësë kur ato i ratë fikt. Po bi këtu, po bi ja gjë. Apo hapja e te për të gojës. I që hapët koj. Në veç anti kur të lezoj Kur'an. Pa pejgamberi Allah ka thonë hapja e gojës në shpej shejtani. Për ta mu se hapë një koj. Po nëse këte hapët, të s'ke mundësi të mbyllsh në e dorë. Thot se shejtani thot këtën si kurse aj në tu si mbazen. Himrena, drejt zemër. Shejtani himrena. Për ata pejgamberi Allah ka thënë mbyllë. Se shejtani gëzohet, qeshët. Kur të hapësh gojën ti qeshët. Pse qeshët? Se hapja e gojës është aludon për përtaci. Dembellëk. Shejtani ka në ka qef. Që ata e ka. Dembellëk. Përtacin që mos t'ishe aktiv. Të hupe dunjoja edhe të hupe akireti. Allah mu në rujtë. Mungesa oreksit dhe humbje e peshës. Mit mu të i blej vitamina. Prapë thot me këtë gjallë këna Ronald, pse? Ki kur gjonë sa. Këti ka u do një ditre kafshata, me nëzit që ja boj me zorë, tu i nga për mas. Mi dhonë me angër, pra mungesa e oreksit dhe humbja e peshës, 18, edhe në veçanti, te fëmit, a shenjë mësisht. Tensionet e marrëdhënie martesore. Pra spoj këtë i ka për të di qiftët. Më thave, së më thave, për kur gjëjtë shfaqja e mos marveshjes, pa ku një fararësie, veç me gjithë diçka mu kap, a shenjë mësysh, apo shenjë magjis, apo shenjë zilis. Shpërqëndrimi, mungesa e përqëndrimi, njeri thotë si ta markonin, du më përgjëndu, së në përgjëndroni. Namazi, është men që të rëkashku. Mos përqëndrimi në ata që je, a shenjë gjithashtu e mësyshit. Haresa e shumë, thamë, është për mësyshit.